Atere, kemi Gjibanin. E pritshme Gjibani. Gjibani i cili shtyu nga podiumi Gjestin dhe Gjesti u rrëzua, nuk mendoj që ishte akti më i frikshëm ose më i fortë i dhunës në Big Brother, se thjesht një shtyerje ishte, po Gjibani kishte bërë disa gjëra. Po sa duket vllai madh ndron çdo sezon dhe njëra jashtë për njëra. Gjibani kishte bërë shathamisi, kishte bërë disa gjëra. Dyta sheva Alika. Ishte ikonike. Ikonike të shajt Kafkën. Ishte ikonike, po jo e bukur. Këtë sezon qasë është thënë. Qasë është thënë këtë sezon. Ingeli Evos shkret. Kevina Kthjella. Kjo ishte era. Big Brother VIP 200 kundrejt Luizi. Në Prime, të godasësh me Shuplak një person tjetër, është edhe audienca shumë e lartë dhe duen marrë masa pa tjetër. Klodian Duro. Në atë komentin. A i tha, kur kam raur gruan, tha, kush e di që bëj ju. Dhe thështë me shumë krenari, një nga ishte ende fillimi. Për mua, kjo është një nga deklaratat më të rënda të thëna ndonjëherë. Pra të tregosh me krenari dhunën në familje, vetëm Klodian Duro mund ta bënte. Atestojnë këto njerëz kur hyn apo. Supozoj që bëjnë teste psikologjike, po nuk e di. Dhe i fundit është Casey. Casey i këtij edicioni cili doli nga përputhen dhe u përjashtua për arsye se po ulumtonte mbi seksualitetin e Kristit. Po ulumtonte, kishte marrë, vete po shikonte çfarë bën Kristi.